الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Të dashur miq, motra dhe vëllezër të besimit islam në mënyrë të posaçme, dhe të gjithë ju së bashku që dashamirësisht e pranuat ftesën time dhe të lindës për qenë dëshmitar të frymës së vllazërimit që i prin sofrës së iftarit. Mirë se keni ardhur. Sot është një iftar i posaçëm edhe për faktin se nga njëra anë imazhi i këtij iftari është imazhi i xhamisë së bukur të Ballijes në Elbasan, e cila u vlerësua edhe me një çmim ndërkombëtar për arkitekturën, dhe në ndërkohë sot në Tiranë ka hapur dyert më në fund pas shumë vitesh pritje edhe xhamia e madhe e Namazgjas. Kjo sofër tradicionale për hir të vërtetës më jep gjithmonë një ndjesi gati fëminore e gëzimi, dhe mund të them se me një farë naivitetit cilin nuk ja qortoj vetes time, e shijoj këtë moment të muajit të madhërisëm të Ramazanit, kur na jepet mundësia të ndjehemi mirë në besimin tek mirësia e njerëzimit, tek triumfi i dashamirësisë dhe tek rrjedha pozitive e jetës. E thënë ndryshe, në një ditë të tillë jeta duket më e bukur dhe më e lehtë, ndërsa pallësitë dhe shëmtitë e kohës duken shumë më të kapërcyeshme dhe madje të papërfillshme. Por në ditë si kjo, unë, jo muslimani, mendoj gjithnjë dhe mirësinë e të jetuarit në një vend ku ritet e besimeve shfaqen në harkun e vitit si pjesë shumë të bukura të njëjtit gjerdan në petkun e kombit ton. Dhe kam sjellë këtu me vete sonte vargjet që më së pari në italisht i patshkruar në 1942-shin një poeteshe re shqiptare e besimit islam, Jolanda Kodra, e diplomuar për letërsi në Itali dhe që ja kushtonte Shqipnisë. Vargje më pas të përkthyera në shqipen e asaj kohe të viteve 40. Kanga e Muezinit dhe Kumbonat, që të ramen muzgu mbushur me ervjolcash, grishin njerëzin me u përmbledhur në lutje dhe me mendu e mbi saj sa gjana të mshefta. Kryzohen najri në një të vetëm za pajtues, qortues e të mpreht, që mbi flatrat fest në alësohet dhe përshpirtnisht lëkundet mbi kryeqytet. Dhe ndërkohë që politika dhe andradhat e tjera të jetës profane si kudo tjetër dhe në vendin tonë anojnë nga tensionimi mes shoqërit, momentet si ky janë esolluese për njerëzit, dhe me përullësinë të qenit të barabartë përpara befasisë së vdekjes dhe kudo gjendjes së Zotit jetës, të bëjnë duash që të jetë gjithmonë kështu, mes njëri tjetrit, fqinjit me fqinjin, shqiptarit me shqiptarin. Ta dini se në çdo plaçk që do të keni mbledhur e pesta i përket Allahut, të dërguarit të Tij, të afërmve, jetimëve, të vobektve, udhëtarëve në nevojë. Kjo e pesta është plaçka e luftës së madhe, jo atyre farsave xhihadiste të luftrave, nga fantazmat e cilave dridhen edhe disa intelektuali thënçin, qoftë këtu në mesnesh, qoftë nëpër Europë dhe gjetk. Tipa nga ata që, siç shkruan të 80 e kusur vite më parë një dietar musliman shqiptar, nuk duan të dallojnë mes fesë dhe atij që e praktikon. Gjëra që herë shkojnë dakord, por herë dhe nuk pajtojnë.
Sistemi mund të jetë i mirë, por pranuesi i këtij sistemi nganjëherë nuk vepron ashtu siç e këshillon sistemi i pranuar, dhe pra është i keq. Gjithashtu nganjëherë ndodhe kundërta. Ndërsa në Europë, pasi Europa është sot e gjithë ditën kryefjala gjithmonë më e rëndësishme e këtij momenti të jetës shqiptare, kur dyert e Bashkimit Evropian janë hapur si një mundësi e artë për ne që të kapërcejmë pragun e tyre, shpesh dëgjojmë që nuk din shtonë për fenë e muslimanëve. Ndërkohë që ne në Shqipëri e dim se për çfarë flasim. E pesta është pengu i shpirtit pastër që i detyrohemi fuqisë krijuese dhe jetëdhënëse, është fria që i kushtohet asaj fuqie. Tamam në çastin që përtypim kafshatën e parë të iftarit, pas një dite kushtuar njerëzve, kushtuar familjes, komunitetit dhe atë dheut. Kuptohet më mirë kjo që po dua të them në fjalët e tesfirit Kuranit që rrjedhi nga pena e të madhit Haki Sharofi. Lufta e shenjtë që i kushtohet mbrojtjes së dheut dhe idealit të kombit, që është liria e sovraniteti, nuk vën para asnjë qëllim a interes personal, asnjë ideologji a parti, por vetëm qëllimin e përbashkët të mbar kombit. Me këtë mënyrë fitohet dhe liria e shenjtë për me ndjek pa pengim rrugën e Zotit, ushtrimin e fesë së lartë. E pesta, shpirtërorja e vërteta, sakrifica, veprimi i vetëdijshëm në shërbim të bashkësisë dhe të interesave të saj eprore, është pikërisht plaçka që fitohet me mund dhe me djers nga kjo luftë e shenjtë, në llogarit e cilës për vëllezërit tanë, për fëmijët tanë, për Shqipërinë tonë, duhet rreshtohemi pa dallim dhe pa ndërdyshje. Është interesi i pror i këtij vendi për të marrë atë që i takon prej qindra vitesh, të drejtën për të banuar në çatinë e shtëpisë ku ky komb ka themelet si pjesë e bashkësisë europiane dhe që prej dekadash tëra njihet me emrin Bashkimi Evropian. Megjithëse për pak vite Bashkimi Evropian do të ketë rreth 60 milion musliman si shtetas të tijët, megjithëse në Francë, Gjermani, Britani dhe ca më shumë në Zvicër dhe ndonjë vend tjetër, popullsia e besimit musliman është disa fish më e lartë se numri total i muslimanëve shqiptarë në Ballkan, dhe megjithëse për ne, Shqipërinë e vogël, ky i shumicës muslimane nuk duket të jetë problem përveç se për disa idiot tek tuk në për Europë, unë dua ta ndaj këtu me ju sonte bindjen time se muslimanët e Shqipërisë jo që nuk janë problem, po janë një vlerë e shtuar e qenies son një vend i denjë për të qenë antarët më të rinj të Bashkimit Evropian. Recep Qosja më ka pas thënë dikur shprehjen e njërit prej idiotëve që lart përmenda, që rrinte i shtriqur në një koltuk të Parlamentit Evropian. Ju na thatë se kush jeni, po për ne do të jeni gjithmonë ata që ne mendojmë se ju jeni. Për i të vërtetës i kam deshur dhe unë ca tipa të tillë në të përpjetën e gjatë të ngritjes së imazhit të Shqipërisë në sytë e botës, por mund t'ju them me bindje se i kam mundur dhe i kam lënë mbrapa, duke ushqyer veten me vjershën e një vargëzuesi plot talent të besimit islam, që nën një pseudonim shkruante në fund viteve 30 ca vargje me titull Jeni të gabuar. Mos u dëshpëroni vëllezër shqiptar, as mos u çuditni nga ca misionar. Ata s'janë njerëz, s'njohin veten, lërin të flasin, lërin i të lejnë. Ne jemi shqiptar me vlera të larta, dim ç'është jeta, dim ç'është balta, dim ç'është vdekja, dim e shumë dim, të shurdhur nuk jemi, të verbër nuk rrim. Dhe Europa sot ka nevojë për sa më shumë qytetar dhe partner loajal të besimit islam, siç janë muslimanët shqiptar, por edhe për 5 shtyllat e urtësisë së tij, për të më këmbur ndërkombëtarisht dhe për të forcuar sigurinë e vet gjeopolitike dhe profilin e saj të zbehur strategjik. Europa ka nevojë sot më shumë për Turqinë dhe aleatët e tjerë të lindjes mesme, se sa që Turqia apo aleatët në fjalë kanë nevojë për Europën e sotme.
Për të njëjtën arsye, Bashkimi Evropian ka nevojë sot për shtetet ballkanike dhe popujt e tyre pjesërisht musliman, por ama rrënjësisht dhe tërësisht evropian, po aq sa ne kemi nevojë për Bashkimin Evropian. Populli i vjetër me përvojë jo të pakt, ne shqiptarët e vllazërisë fetare, siç na ka pagzuar Papa Francesku, laicitetin nuk e kemi pritur ta kemi në karta për ta zbatuar si pjesë të kodit ton gjenetik, fal kjo edhe larmisë fetare shekullore. Se si përkthehet në praktik, laiciteti ynë ka posformuluar me mjeshtri në 1944 një tjetër dietar musliman shqiptar, të cilit i është humbur emri, po fatmirësisht nuk i është humbur shkrimi. Megjithëse në të vërtetë shteti ynë është laik, por laiciteti i tij duket se nuk do të thotë që ai është krejt indiferent dhe nuk merr pjesë në formimin e edukatës shpirtërore dhe morale të popullit. Laiciteti ndër ne duhet të ketë një kuptim tjetër. Atë që shteti duhet i mbrojë të gjitha besimet dhe të sigurojë harmonizimin e elementeve të ndryshëm, por jo të tolerojë shfuqizimin e ndjenjave fetare, pse një gjë e tillë do të sillte konsekuenca të pakënaqshme. E pra vllazëria fetare si produkt i brendshëm shqiptar, siç një formë e caktuar laiciteti ka qenë produkt i brendshëm francez, nuk mund të shihet si një produkt eksporti as në Europë dhe as gjet. Por nga ana tjetër është një fakt objektiv nëse reflektohet si duhet dhe kjo vllazëri fetare për cilën muslimanët shqiptar kanë dhënë dhe japin aq shumë, duke dhënë për të gjithë dhe një mësim për ulësie dhe kombëndërtimit shëndetshëm, atëherë Shqipëria Europës i ofron një model ndryshe në marrëdhëniet me flamurin e bashkësisë së saj dhe mes të gjitha besimeve që ne këtu ushtrojmë, përfshirë kryekreje dhe besimin islam. Që pasqyra shqiptare e vllazërisë fetare të ketë vokacionin të shërbejë Europës përtej kufive tanë, kjo është diçka që do të dojë kohë të kapërdihet ndosë është në interesin e të gjithëve. Por që Islami përkundër të qenit fatalizëm, fanatizëm dhe tërheqje përposhtë e një populli evropian si yni, është në fakt një nga elementet që e bëjnë dhe më të përligjur europianitetin e popullit ton. Kjo nuk duhet të ketë asnjë dyshim për askënd. Shekuj përpara se sa perëndimit përqafonte parimet e barazisë mes racave dhe të përmbyste sistemet tëra kastash, ishte Islami që në teori dhe në praktik i mëkoi lindjes përfshirë dhe asaj europiane se i bardh ose me ngjyrë, i lindur në mbrodhësi dhe një sër familjare apo në vobekësi dhe në anonimat, je përpara Zotit një njeri i barabartë me shokët e tu. Dhe po njësoj shumë përpara se sa të gëdhëndeshin në mermer fjalët liberté, egalité, fraternité, është profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, që ka gëdhëndur në zemrën e besimtarit urdhresën vllazërohu. Në tradit shkruan një tjetër dietar musliman shqiptar i para një shekulli, është për të vërejtë se i madhi profet ka përdor fjalën vllaznohu dhe nuk ka thanë bashkohu. Do me thanë me u vllaznu dhe jo me u bashku. Fjala vllaznim është më e gjanë se fjala bashkim. Pse ku është vllaznimi, bie fjala një shtet me një shtet tjetër, ban traktate luftarake për të luftuar krahas kundër armikut përbashkët dhe për ta thuhet se janë bashkue. Por se nuk mund thuhet se janë vllaznue, pse vjen një ditë që i prishin traktatin dhe i kthejnë armët njëri tjetrit. E në vllaznit vërtet kjo gjë kur nuk mund gjaj. Që këta janë urdhnat e fesë son të naltë dhe krejt dobiprurse që na urdhnojmë me më të mirat, pse më e mira e ka brenda edhe të mirat. Nuk do ishte e padobishme që brenda dhe jashtë vendit të paqartët të ushtroheshin këtyre leximeve të Islamit shqiptar, që thonë shumë për ne, po unë nuk e teproj besoj, po të them se thonë shumë edhe për melhemin që Europa e sotme ka nevojë. Do të kuptonin më mirë, po ashtu pse për ne Bashkimi Evropian është më shumë se një grumbull traktatesh,
është më shumë se një monedhe përbashkët, është më shumë se një trup ligjesh të bashkëndara. Për ne, bashkimi me Europën është vllazërim, është lidhje në jetesë, është lidhje në paqe, është lidhje në një shtëpi të përbashkët. Europa i thret shqiptarët e besimit islam, ashtu siç i thret vetë besimi i tyre në më të mirën, pra në vllazërim, sepse të mirën, bashkimin, siç thot dietari që citova, më e mira e ka të nënkuptuar, sepse të ka përcyer në cilësi dhe në epërsi. E në mbyllje të kësaj fjale, lejomni të sjell këtu një thirrje që sot tingëllon jetike për shqiptarët dhe për Europën. Një thirrje nga fjalët e bekuara të një hadithit profetit, paqja qoftë mbi të. Mos i tregoni shpinën shoqit, mos e prisni lidhjen mes jush, të jeni vllazën o robt e Zotit. E pranuar qoftë kjo thirrje, i pranuar qoftë agjërimi dhe lutja e të gjithë motrave dhe vëllezërve tanë musliman këtu të pranishëm. Faleminderit.